si po ndiqen zgjedhjet shqiptare në Maqedoni dhe këtë dëshiron Maqedonasit që të fitojë në këtë zgjedhje në Shqipëri. Mentor, благодарен първо за поканата. Mentor, të faleminderit për ftesën. Редки се овие можности Janë të rralla këto контакти. mundësi të kemi kontakte të tilla dhe kjo është një handicap i madh mes nesh, sepse ne pak njihemi, Не комуницираме меѓу себе. nuk komunikojmë mes njëri tjetrit, Нашите универзитети, universitetet tona nuk bashkëpunojnë, невладениот сектор не sektori civil nuk bashkëpunon, голем хендикеп. dhe është një handicap i madh, por edhe mundësia e madhe kur kemi një bashkëpunim të tillë. И јас се надевам искрено Unë shpresoj дека ќе стане редовна se kjo do të bëhet një gjë e rregullt. Мислам дека Nuk mendoj se në Maqedoni на дебата се отвори околу është hapur ndonjë debat e rëndësishme se si po vajnë zgjedhjet në Shqipëri me qeverinë e re, владата на qeverinë e Shqipërisë, не соработува nuk qeveria e re e Maqedonisë nuk bashkëpunon as pak, gati se as pak. Мислам дека тоа лоша Nuk стратегија. mendoj se kjo është strategji e keqe e qeverisë shqiptare, sepse ajo maqedonase në këtë rast Конзервативна është një grupacion konzervativ, një nga punët që e bëri изборниот период në periudhën parasgjedhore, теза за filloi me tezën, hyri me tezën албанизација на Македонија. për de-shqiptarizimin e Maqedonisë në fakt. Dhe kjo është Со обвинување на me социјалдемократите akuza ndaj socialdemokratëve se u kanë dhënë shumë të drejta shqiptarëve dhe se janë shumë të butë ndaj shqiptarëve. и дека они сега тоа Dhe треба se да го вратат назад. ata duhet ta kthejnë në një farë mënyrë Тоа е pas. нормално една Çka normalisht është një глупава во основа и невозможна стратегија. një strategji pa lidhje, pra budallaqe,